Rruga e Risilis kërkon më tepër vëmendje në drejtim jo vetëm të pastërtisë, por edhe të sinjalistikës. Kështu shprehen vetë banorët e kryesisht drejtues të automjeteve. Në intervista të dhëna për televizionin 6+1 Vlora, ata kanë ngritur si shqetësim mungesën e sinjalistikës, por gjithashtu edhe problematika të tjera të aksidenteve automobilistike dhe të rrezikut që ato paraqesin, sidomos nga kamionët apo thëndryshe mjetet e tonazhit të rënd që kalojnë në këtë rrugë. Banorët thonë se është mjaft e domosdoshme ndërtimi një sinjalistike, por edhe vendosja e pengesave për gjatë rrugës apo thëndryshe policëve të shtrirë, të cilët do të mund të orientonin edhe më mirë. Automjetet e tonazhit të rënd janë kthyer në një problem shqetësues për banorët e kësaj zone e në veçanti për drejtuesit e automjeteve dhe një burim aksidenti. Kjo rruga jonë që është këtu, nga rotondava këtu deri Risili, minimumi të bëhet një vizim. Të bëhet një vizim që të ndahet kursia nga kursia se nuk mirët vesh i pari me dytin. Të gjithë makinat janë mes rrugës, thjesht do bëhemi copa, do na vrasin. Se rruga shumë e ngushtë, plus kamionat, plus ajo, plus kjo. Kështu që duhet një vizim që secili të mbaj kursinë e tij, të paktën të mos vritemi. Kjo është më Ka patur raste të tilla që mund të jeni aksidentuar? Jo, normale që ka pasur. Diku aty në Risili janë, po të vish pak më lart, janë dy kthesa janë shumë të vështira. Për gjysmë metri apo për 1 metër për zjerim rrugë, me fjalë është vërtet katamero. Po su zjeru ato dy rrugë atje, është shumë problematike. Apo edhe për të vënë ndonjë çaja si quhen këto policat e shtrirë, brenda fshat. Të vjen ja 2 a 3 në pikat më kryesore, të dalin fëmijë, dalin pleq. Te shkolla poshtë kalojnë kalama që do vënë shkollë. Automatikisht duhet vënë se s'bën ato. Ja kemi kërkuar edhe deputetit po. Deri më sot Vizime duhen se s'bën. vizimi duhet se s'bën të ndahet kursia. Të ndahet kursia që unë jam krahun tim. Dhe ai tjetër ka krahun e tij normale që nuk do ketë më, nuk do ashtu apo të vjet një tabel. Apo kthesat tu i ka mbuluar bari. Kthesat. Ne nuk e shkojmë makinën tjetër që na vjen përballë. Pse për të korrur ajo apo për kush e ka për ta bërë kur i thon. Te kthesa e fortë e Risilis kemi dalë në rrugë se na hypi sarroli lart. Kemi dalë para në kanal. Edhe sa që vim aty prapë njëjta gjë është. Po të vjet ai bandero se të vjet frizim shpejtësia. Vin sarrolat me 80 me 100. Na kanë mbytur fare. Janë këto makinat ku shkojnë? Vend që marrin tonazhit tërë që marrin zhavor poshtë në inertet. Dhe ato nuk respektojnë As ka shanse fare ata të mbysin. Po i dole në rrugë duri paraj. Duhet edhe vizimi apo jo? Vizimi duhet patjetër dhe në një bandier për mos të marrë shpejtësi të madhe. Kemi shpëtuar kush e di sa herë përqime. Banorët e Shushicës apo edhe zonës së Risilis shprehen për televizionin 6+1 Vlora për këto problematika, ndërsa kërkojnë zgjidhje me qëllim vendosjen e sinjalistikës rrugore për gjatë kësaj rruge, por edhe për pastrimin e rrugës nga bimësia apo oferat që pengojnë shikimin e drejtuesve të mjeteve.